Të ndërozër, dhe kam mësua Allah Gjallahu Ala se ai që dënë me e hapë zemrën fesë, ai që dënë me e hapë zemrën udhëzimit, duhet me lëru nga mëkatet. Nuk ka mundësi, nuk është e mundshme, zhytja në mëkate, tolerimi i mëkateve, zbehja karshi, rezistencës në mëkatimit, apo edhe në fund, Allahu Akbar u kënaqë ato falë ato. Nuk është e mundshme vëllai. Nuk bën nga se është i ngarkuar. S'mune to. Pa në përshën njëri cili vjen të ti me nejtë, apo edhe ti angarkon 50 kila në qafër, shtiro burë, rërat. A mundet? A morës. E më nërnjet 2 minutat, që shpjabojnë për që të farë thëjesin në qafë, se problem, apo me angarkon 100 kila në qafë. Pe qaj shlirë sa të dush, së në pene u latë, 100 kila në qafë, që me pi qërë. E ti po të në rahat më falë, rahat dhikër, e 200 kila gjuna në qafë, e që shmunët? E zbanë Allah, shkarkahu edhe esë, e flytëra.